Dosja e tenderit për ndërtimin e portit të integruar të Durrësit në Porto Romano, me një vlerë afro 400 milion euro, është referuar në SPAK si një aferë e dyshuar korruptive. Sipas kallëzimit penal, procedura e prokurimit është zhvilluar në mënyrë të njëanshme, duke favorizuar kompaninë Arqirodon, e cila rezultoi ofertuesi vetëm dhe përfituesi kontratës. Në garë fillimisht morën pjesë disa nga kompanitë më të mëdha ndërkombëtare të ndërtimit dhe inxhinierisë, por ato u skualifikuan që në fazën e parakualifikimit pa ju dhënë mundësia të paraqisnin ofertat financiare. Në kallëzim thuhet se eliminimi i tyre u bë përmes interpretimeve ekstreme të rregullave dhe për pasaktësi të vogla formale, ndërkohë që kompania e paracaktuar u trajtua me tolerancë të plotë. Një tjetër element problematik lidhet me faktin se kompania fituese ka marrë pjesë në garë përmes një filiali qipriot, ndërsa në komunikimet zyrtare është paraqitur si kompani greke me seli në Holand, duke fshehur strukturën reale juridike. Sipas kallëzimit, kjo ngre dyshime serioze për transparencën dhe për qëllimin e këtij konfigurimi. Gjithashtu, Autoriteti Portual Durrës ka kontraktuar me negocim të drejtpërdrejt kompaninë Royal Haskoning DHV për hartimin e dokumenteve të tenderit, vlerësimin e ofertave dhe supervizimin e punimeve, pavarësisht konfliktit të interesit, pasi e njëjta kompani kishte përgatitur edhe projektin teknik të portit. Ky veprim, sipas kallëzimit, bie ndesh me ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi. Në dosje theksohet se kompania fituese nuk plotësonte kriterin e eksperiencës për punime të ngjashme, ndërsa disa kërkesa thelbësore të tenderit, si garancia bankare dhe kushtet e pagesës, u ndryshuan gjatë procedurës për ta favorizuar atë. Të gjitha këto rrethana, sipas kallëzimit, përbëjnë indicie të forta për një proces të manipuluar dhe të paracaktuar, që tashmë pritet të hetohet nga SPAK.